Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allah na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtarë, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si i takon atij, dhe asesi mos vdisni ndryshe veç se me iman." Të dashur vëllezër, tash jemi vetëm në kohën e hijretit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Normal se nëse dojmë me fol për këtë ngjarje historike dhe kader të Zotit, caktim të Allahit, normal na kemi shumë me fol nga shumë aspekte. Unë kam veçu vetëm një pikë, eventualisht dy, me fol për ta për arsye se jemi në çat situatë, në çat gjendje ku na kemi një krizë të qëndrimit të djemve tonë të ri edhe vajzave tona, të cilët kanë kapacitete, janë talent, janë gjeni, janë të mequr, kanë arrit se si na nuk po dim me i majt ata në vendlindjen tonë dhe tu mos dit me i majt ata po na ikin. Kjo është halli i shtetit tonë, i vendit tonë, i neve popullit. Ne jemi shteti, ne jemi populli, ne jemi qëta që jetojmë këtu, ne jemi qëta të cilët pa juve, pa neve, nuk ekziston shteti, nëse na vdesim kretë, andaj nuk duhesh ti me trajtu veten si një huj, a le të bëjnë çka doni, jo, ty duhesh me bajt gajle për vendin tënd. Na duhet me bajt gajle që ne ikim të rit, na shkojnë me kapacitete, ki profesor, ki doktor, ki mjek, ki hoxh. Kemi këtu hoxh në xhami që në pas ka vizitë, Allah është përbleft, i cili detyrohet me shku në gërbet. Pse? Se na nuk dim mi majt njerëzit tonë. Na nuk dim mi majt meqmit tonë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam më i dashni Zotit. 13 vjet thirrri në Islam, 14 vjet përpara e njoftën kusha, e sa burri mirë është. E i thoshin el emin, besniku, fisniku, burri më i mirë. Kur ndodhishin probleme, shkonin te ai u asçarante, ai u asgjirte. Për çdo sen e kishin krah djathtë ata. Kishin çahmenajt me ta. Kur i shpallja e kundërshtuan. Pse na jemi të tillë si mushrik të Mekës? Ku një i mençëm, na nuk e vlerësojmë tonin. Pse na duhet me iki joni, masane me adit na vlerën? Pse duhet me shku një djali joni në Amerikë, atje me punu edhe na me thirë pastaj me internet, me këta televizionet, si po kalan atje, që kanë bo aty, kanë bo drejtar të spitalit. Po ti këtu se ke majt, ti se ke vlerësu. Pejgamberin alayhi salatu wasalam ku ja mbyllën gjitha rrugët. Arpuna ata që ishin 400 sa kilometër larg, që as nuk e njefnin, as nuk e dinin kush është, u taku kaderi Allahut, u taku me ta në Haxh vitën e herën e parë, pastaj herën e dytë, herën e tretë u morën vesh që mu shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me që edhe tjetrën po tham, pi zamrës plast. S'është kjo thirrje për me ik prej vendlindjes. Po është kjo thirrje prej zamrës plast. Kur sta din vlerën me një vend, tonin ikpi aty. Thash, unë po bëj thirrje që populli ynë mi vlerësu njerëz të mençëm i majt nga vetës. Por tjetra kur ti sheh që kërka të nënçmon ky, të nënçmon ai, spranon ky, spranon ai, sillesh poshtë nas, çka ik, ku s'vlerësojnë ikpi aty. Wallahi pi zamrës plast jam të e thon këta. Nuk është thirrje për me ik rinia jon, të mençmit ton për këtij vende. Pes ulul azmit, pejgambert më të mëdhej, edhe shumica pejgamberve, tek masi kanë ik, kanë bojë hijret. Vani vetë nuk i ka vlerësu, që atëherë, po thamë popullor që ju ka dhezë. Nuhin a.s. 950 vjetë kanë bojë hajgare populli vetë. Po i thirë njeri në fe, kesha nena, zgërdhiju knena, luja nena, ban lojna, si fmit para ti, po, Allah bëjë, që tha Nuhi, o zëtë, inni maglubën fantasër, s'jam të mujtë, më zdi që me bomo, u munën, një mamë o zëtë, fitot ti, Allah zëli tha në e qanijen, po e në e shte hala, po bëjnë hajgore me ta,
Kërë thë kaj dojtë një nani, edhe djali vetë, ja, të marë, unë e shkojnë kotër atje dhe pështaj, poa, kjo konsiderot hijgjret, i kipi aty, e murë dujon uje, u bat tufane, masanena Nuhi a.s. filloj jetën me besimtar për zdyte. Një lej hijgjreti, një lej distancimi prej popullit. Ibrahimi a.s. te baba i vetë rike, e fali popullit vetë, e ja u prishi idhujt, e ju bani davet, e me yj aty edhe me hane me dillë, ju majti desh që s'janë zota, e babës vetë i dhujk, hajde nuk zotit, hajde, nuk dënë, zdo, qka bani? I kipi aty. Shkaj në Egjipt, atje ja dha, mreti asaj kua një dhurat, bashkërtën e ditë të dytë, që s'kesh fëmimet parën me Haxherën, Allah pastaj, masi i kipi aty, zoti i fali e vlad, e Ismailin, e masën edhe Ishakin plesni, edhe dini ma, u bo baba i pejgamberve, krejt pejgambert, mas Ibrahimit a.s. janë prej lozës djemve ti, Ismailit edhe Ishakit. Musa a.s. Riket e faraoni u rritën palat mbretnur, ndodhe që ka ndodhe e myti pa qëllim atë njerën, lëshaj urdhër arrest faraoni, iki, shkojnë me djenë, nejti 10 vjetë, hijret, iki, hupi 10 vjetë, qatje të u këthy të shpia, i arë shpallë e u bo pejgamber. Kërë për me të qelur, po du të me ikë. Përveç Isës a.s. i cili nuk kish kohë me bojnë gjret 3 vjetë nejti pejgamber, pasaj kur deshten me mytë, populli vetë po deshten me mytë. Kush? Paria e keqe, se o prishke ato planet që mushin qypat me lira, edhe ishtishin në tokë, ja o prishke Isa a.s. Qka bani Allah e ngriti? Edhe i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur bani hijret, Allah azza ja qeli udhë, e pranun Medinasit, Islamin, e filloj mu përhap, deri te Herakliu. Ebu Sufjani, kish ba muhabet me Herakliun, kur thaj, pasha zotin nuk on nga të meje, që thëmna, jaloj kom të ati pejgamberi une. Edhe tha, ka me pushtu me shliru botën, deri edhe në kom të mija, që këj frani mretit që konë aty, deri qëto. Keshke, Ebu Sufjani thëke, ha. Mretit matë matë dyno, se ka i tuta pi kusherinit tonë. Po, normal i hin tuta. Sepse konë pejgamber, se këni vlerësu ju. Pra është thire kjo, unë po bëj thire, jo me lëshu venin tonë njërës të meqëm, pasha Allahin, u Allahi bilajt Allahi, e din ata që rinë me mu. Kër një djali i ri, i mirë, me shkollë, del prej Kosovës, më thotë hoxha nesër, ka me shku se kështu, jam punësu atje, jam punësu këto, mu më dhe në zemra. Edhe i tham ati pasha zotin se mi knaqën që jetu shku. Wallahi nuk kam qef që pashkesh, për elan është venin tonë. Ky ven ka nevoj prej burnis, prej atë dhe dashuris është mës me lëshu atë dheun. Unë ju kuptoj, së cilë arsyet e vetaj ka. Ne jemi të folën përgjësi, nëse nuk jemi na qështu patriota, me e majtë tonën, me motivu tonën, jo me shkuaj atë në Prishtinë mu boj madhë, me zërë, e me mundë me sen, pastaj ti që i ke rujt lopët me ta, kur ti e kini punë me shkua ti mi thonë, ama është men tash mu, ka dalë. Po ti deri sa më rini qaj atje ti e në nëgjmojshë, ti nuk e dojshë, ti folë që keq për të tash kur u baj, dikushi, kushëri e ki, jo dush me animu për krahë, tonin për krahë. Edhe fundit vlasni, Bilali e pat pranu Islamin, Selman Farisiu, e do dëbët, kur bani i qret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u bani fort me kaset që kundërshtojshin pejgamberin, fillun mu afru të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mi thonë e me kushërit e tu, pejgamberi alaihi salatu wasallam i pranoj, por nuk e mor pozitat e këtyne, me o dhona tyne. A, kushëre, shumë regull, po që kë, bashkë me mu o konë në udhë, deri sa ku më rriqë tuk e jam. Mos i harroni njerëzit, të cilët ju kanë gjetë ngatë, se cilët për juve për arrit juja. Njerëzit që ju kanë gjetë ngatë, edhe nëse nuk i njefni. Pa të rëgaj një shambull shumë të vogël, kërkoj fali sa është pak në zetë. Kër e kam kry me dresen, rrugës vike një haxhi plak, të adhët e 2-3 vjetë në atë kohë, prej medresës, ta e medresë e moqme, edhe po më pytë herën e fundit që po më takën. Ki me shku, thash, ka me shku në studime kështu. I komunitetit boshnjak,
Allahu e mëshiroft. Edhe tha nesër të kena mu taku në xhami, hajde tha në xhami, veç unë e pa ta kry medresën, se po shkojnë në tash studime, edhe u takova me ta, i nxorë 142 marka. 142 marka. Tekrit. Tha merri çto tha, i kum kallzu do shokëve më nifshin mua ata se çaty kalojsha. Tha për kur shkoj studime të vyll. Shkova në studime kur u ktheva mas 1 vjet e 2, po pyes për ta kish pas dek, rahmetullah, më kurse kum pa. Domethën kur nuk e harroj ato paret tia, dikush që të ngjet, duhet me të gjet nga ato vllazni. Mos i lëni njerëzit me arrit përpara, me të hujt, masanena, ti më u thon, jami është. Kur ishe ti, kur ai kish nevojë për ty? Mos i lëshoni t'jujt. S'po them në haram. Të mira, motivoni t'jujt. Mos vjen puna me bo hijret njerëzit në për Gjermani e mjekët edhe njerëz me pozita. Unë e kisha një takim me njonin, me një punë shtetit këtu të punu, ishtë detyru mas 13 vjetë për shkak të smundjes djalit, me lanë Kosovën një pozit kyçe në shtet, edhe mu detyru me shku në Gjermani, se s'ka tha s'po ma qëtë fëmin me smundje të pashërushme, tha pampersa e ilaqet, as po mdali hoxha kum lanë tha punën, kum shku tha në Gjermani. Njerëz të mirë, Hyjtbia Sodit ka këtë mesazh, ti mbrojmë njerëz me vlera, ti mbajmë njerëz me vlera edhe t'ju ndihmojmë njerëzve me ecë përpara. E mos t'i lëmë me marrë të tjerë kokat tona. Zoti na rujtë vllazni, Allah na përmirësoft, Allah na bëft të dinjë tetshëm me dash vatanin edhe adhëun ton. Zoti ju shpëbleft, Allah i mëshiroft vdekurit tan edhe na rujt neve ya Rabb. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.